Kuota e liçenit të Shkodrës gjatë 24 orëve të fundit ka njohur rritje në krahasim me një ditë më parë, me rreth 20 cm, por gjithsesi mbetet larg pikës kritike dhe 1 metër, sipas monitorimit që i bën shtabi i emergjencave të prefekturës Shkodër, derisa niveli i ujit tek ura Baçallokut është pothuajse ai një ditë më parë, por me tendencë rënje. Sipas specialistëve, e rëndësishme është se si Drini ashtu dhe Buna ka rrjedhje të dukshëm drejt Adriatikut, me këtë kohë Drini dhe Buna rrugës së Obotit mbetet të përmbytur. Po kështu mbetet të bllokuar dhe rruga të Aurelat në Shqirç të Dajçit për të lidhur me Daraxhatin, pasi niveli i ujit kalon 50 cm, ndërkohë një rënje ndeshme e prurjeve ujore vazhdon të regjistrohet në lumin Kir. Fillimi dhe paradites të së dielës tregojnë një situatë e normale në këtë lum për këtë periudhë, e ngjashme me ato të pranverës, ndërkohë që 4 ditë më parë vërshimet ujore kishin përfshirë dhe brigjet e bardhajve. Rënja e Kirit në këtë nivel duket se është mjaft pozitive për të ruajtur stabilitetin e kuotave të Drinit dhe Bunës, duke ndikuar kështu në uljen e rrezikut të zgjerimit të përmbytjeve në anën e malit dhe në Dajç. Kjo situatë tregon një gjendje hidrike të çndrueshme përreth qytetit të Shkodrës, sepse shkarkimet nga hidrocentrali i Vautudes vazhdojnë dhe do të vijojë për disa ditë të tëra, me qëllim që të mbahet në kontroll kuotat në liçenin e Fierzës.